Në Shqipëri, Komisioni i Ligjeve miratoi sot ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, duke marrë parasysh edhe disa nga sugjerimet e bëra nga OSBE-ja dhe Unioni i Gjyqtarëve. Këto ndryshime janë kundërshtuar me forcë nga vetë KLD-ja, por dhe opozita. Kjo e fundit deklaroi sot se shumë shpejt do të paraqesë strategjinë e saj për reformimin e sistemit të drejtësisë. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Pa debate dhe në mungesë të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët për 2 javësh kanë shpallur bojkotin e parlamentit, Komisioni i Ligjeve miratoi me kundërshtimin e të vetmit përfaqësues të opozitës Demokristianit Nat Ndoka ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ndryshimet kishin shkaktuar debate të forta dhe ishin kundërshtuar dhe nga vetë Këshilli i Lartë. Pika më e nxehtë kishte të bënte me parashikimin për pezullimin automatik të gjyqtarëve nëse ndaj tyre hapej një procedim penal. Kjo pikë ishte kundërshtuar dhe nga Unioni i Gjyqtarëve, ndërsa OSBE-ja kishte propozuar një tjetër variant. Sot Komisioni i Ligjeve miratoi një formulim të ri sipas të cilit pezullimi bëhet në rast se gjyqtari merret i pandehur. Një ndryshim sipas propozimit të OSBE-s ju bë dhe rasteve të ndalimit të promovimit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që janë gjyqtarë. Kryetari i Komisionit të Ligjeve, socialisti Fatmir Xhafa, tha se ndryshimet janë një ndërhyrje për të zgjidhur një situatë emergjence. Kjo është reforma ose ndërhyrja për të zgjidhur një situatë emergjente, kolapsi, krize në funksionimin e Këshillit Lartë Drejtësisë. Një këshill bunker ku nuk ka asnjë lloj transparence. Nga ana saj opozita kritikoi ashpër atë që e quajti një sulm të shumicës ndaj sistemit të drejtësisë. Rama dhe Meta kërkojnë të imponohen arrogancë dhe pa asnjë konsultim. Me ligjet improvisuara jashtë kuadrit kushtetues, pa asnjë mbështetje në praktikat e mira europiane, që cënojnë themel parimet e drejtësisë, siç janë dhe amendamentet e fundit të ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ku dyshimi barazohet me ndëshkimin paradhënie pa pritur zbarjen e vërtetës në rrugë ligjore. Nuk mund të reformohet drejtësia duke goditur demokracinë, nuk ka drejtësi pa demokraci. Opozita tha se ajo mbështet reformën e sistemit dhe njoftoi se do të paraqesë një strategji të saj në e cila duhet bazohet sipas nesh në 2 shtylla kryesore. Reformimin e sistemit për të luftuar korrupsionin, i cili duhet bëhet përmes një procesi gjithëpërfshirës, në dialog transparent dhe me konsultim të gjitha palëve dhe me asistencën e institucioneve specializuara europiane dhe euroatlantike. Konsolidimi i pavarësisë gjyqësorit nga politika dhe nga pushteti ekzekutiv përmes forcimit të organeve vetëqeverisë të gjyqësorit, si dhe rritjes së rollit tyre në përgjegjësinë dhe llogaridhënien e gjyqësorit. Nga ana saj dhe shumica ka shpallur si objektive realizimin e një reforme të thellë në drejtësi, ndërsa deri më tani palët janë përplasur kryesisht me terma politike, të herë duket se përballja do të jetë përmes platformave. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.